Me pankarta në duar, shumë qytetarë të Vitis, një zërit kërkuan drejtësi për Auron Ferizin. I riu humbi jetën pasi u godet nga një vetur me 8 shtator në parkun e qytetit të kësaj komune. Në protestën e organizuar, babai i të ndjerit, Auron Ferizi, tha se për vdekjen e djalit të tij, fajtor është edhe ambulanca, e cila sipas tij erdhi me vonesë. Ambulanta është vënu, janë kamerat, janë dëshmit, janë dëshmitar gjallë, por kjo po mregos, mas shumë ti po mregos ky fakt. Që pse vënu ambulanta, me dhon llogari. Ndërsa nëna e Auronit paralajmëroi se nëse drejtësia nuk vjet në vend, ata do të veprojnë sipas kanunit. Veç drejtësinë e du. Nëse nuk ka drejtësi, sipas kanunit shko. Edhe shoku i të ndjerit thotë që ambulanca është zvanuar, teksa kërkoi drejtësi për vdekjen e Auronit. Kur e kam marrë Auronin, ka orta në mas gjyqësore më ka marrë edhe mu, dhe më thonë udhës për Gilan, unë jam kom vetë në ambulancë, në ka prish ambulanca në udhe. Kom pritë edhe gjyqësore në udhe që ashtu, te isa ka ardhë, ambulanca më morë për zdyti. Edhe vëllai i Auronit me lot në sy kërkoi që drejtësia të vihet në vend, derisa ka shprehur dyshime për shoferin e veturës. Sa jo ka njëri që e ka njoftë e policia, ai ka pos shumë vepra. Ka pos edhe ka shkel njerëz tjerë. Në protest morën pjesë edhe përfaqësues të shoqatës civile në Viti, ku paraqitën 3 kërkesat kryesore të tyre. Stacioni policor në Viti të jap llogari për papërgjegjësinë e treguar ndaj rastit. Përgjegjësi kërkojmë edhe nga gjykata këtu në Viti. Po ashtu kërkojmë dorëheqjen e komandantit aktual të stacionit të policisë në Viti, Afrem Halilit. Auron Ferizi u aksidentua me 8 shtator në parkun e qytetit së bashku me 4 shokët e tij nga një vetur e cila dyshohet se kishte devijuar rrugën.